Si duket ai xhenet? Ai menon, çka mundet me më dhënë mu Zoti për këtë xhenet? Wallahi njerëzit me ditë se çfarë shpërblimi i jep Allahu xheruzve. Të pranuar, Allahu na pranon agjërimin ton dhe veprat tona. Wallahi kishim lip me agjëruar tan vitin e tan jetën. Që do taravia që ka neve ka pak po na lodhin, apo? Wallahi me ditë njerëzit çka ju jep Allahu xhelle xhelalu për atë nejtë në kam, e për atë nejtë me në ruku, e për atë nejtë me në sejdë. Për shpërblimit kishim i thonë, gjene beni imam që hyç besohet për rukuje. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, do ta shohin të sprovuarit ditën e Kiametit shpërblimin e Allahut. Do ta shohin shpërblimin e Allahut. Edhe kur thoi Allahu për këtë sprovë që ke shpërblim me ki, ka me thanë si cili për tyre, o Zot, pse s'ma ketë qatë trupin me gërçan në dunja. Te pa shpërblimin e Allahu xhelle xhelalu. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, ta agjërosh, do me thanë me besu në Zot, me menu në Zot, me menu në xhennet. Menoj ato ditë 50.000 vjet për para Zotit.